Me fillimin e vitit të ri, Ministria e Infrastrukturës e dha një kontratë të re për mirëmbajtjen e autoudhës Ibrahim Rugova. Andaj, kompanitë e kontraktuara për 4 lote shpejt filluan të punojnë me qenë se pak ditë pas nënshkrimit robor. Për të zgjedhur fituesit e këtij tenderi në vlerë prej 2.8 milion euro, Ministria përdori procedurën e negociuar, duke i ftuar 4 kompani për të ofertuar. Për secilin lot fituese u zgjodhen kompani të ndryshme. Në të parin fituese u zgjodh oferta prej 913.000 euro. Në të dytin, ajo prej 758.000 euro. Në të tretin, afro 659.000 euro, ndërsa në të katërtin mbi 549.000 euro. Kontrata e nënshkruar për mirëmbajtje rrugore i specifikon të gjitha punët që duhet të kryhen. Pastrimi i borës përfshin detyrat për shkriftetimin dhe transportin e borës së hequr. Ndryshe nga uji, bora mund të ngjeshët, por nuk është elastike. Kur bora ngjeshët, ajo e ruan formën e vet. Për këtë arsye, është tepër e rëndësishme largimi i saj në kohë. Deri të premten, Ministria e Infrastrukturës nuk kanë treguar pse e kanë përdorur procedurën e negociuar në këtë tender.